Me lutje për paqe, mirësi dhe solidaritet, besimtarët musliman në vend pritën sot festën e Kurban Bajramit, që në orët e hershme të mëngjesit xhamit u mbushën me besimtarë të cilët u mblodhën për të shënuar një nga festat më të rëndësishme islame, që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe afrimin mes njerëzve. Atmosferë festive pati edhe në xhamin Mustaf Pash në Shkup, ku u mbajt ceremonia qendrore e organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut. Nga kjo xhami u përcollën urime dhe mesazhe për paqe, unitet e mirësi, ndërsa kreu i BFI-s Shaqir Fetahu foli për rëndësinë dhe vlerat që sjell festa e Kurban Bajramit. Ai tha se në këto ditë kryhet kushti i 5 themelor të Islamit, haxhi në vendet e shenjta, dhe se në të njëjtën kohë në këto ditë kryhet obligimi i domosdoshëm për të gjithë besimtarët, prerja e kurbanit, të cilin e kanë obligim të gjithë ata që kanë mundësi materiale. Sot kemi ditën e madhe për të gjithë besimtarët, festën e Kurban Bajramit. Allahu Gjellëshanuhu në i bëft kabul namazin e Kurban Bajramit që e kryim sot në xhamin e Mustafa Pashës. Festa e Kurban Bajramit vërtet është një ditë e madhe për gjithë muslimanët e vendit dhe jashtë vendit, sepse në këto ditë kryhet kushti i 5 themelor haxhi në vendet e shenjta, në Qabe, Arafat, Muzdelife, Mine dhe shumë vende tjera. Në të njëjtën kohë është festë e madhe për arsye se në këto ditë kryhet obligimi i domosdoshëm për gjithë besimtarët, prerja e kurbanit, të cilin e kanë obligim të gjithë ata që kanë mundësi materiale. Andaj kjo festë është festë e afrimit në mes njerëzve, festë e solidaritetit, festë e humanitetit dhe festë e pajtimit, unitetit, afrimit familjar dhe shumë vlerave tjera. E mes urimeve, lutjeve dhe atmosferës festive, besimtarët musliman shënuan edhe këtë vit Kurban Bajramin, duke përcjell mesazhe paqeje, solidariteti dhe afrimi mes njerëzve. Ndërkaq, qytetarët vazhduan vizitat familjare dhe shpërndarjen e kurbanit për ata që kanë nevojë, duke ruajtur kështu frymën humane dhe domethënien e kësaj feste të madhe islame.